Kur bëre milionin e parë, 1 milion euro. Sa vjeç ishe? 30. 30 vjeç. Pa. I ke rënë shpejt vërtet, e ke kapur shpejt. 2008 ishe 20 vjeçte. Pa, unë jam 38. 30. Nëse do të bësh llogarit. Para 8 vitesh, 2017 ndiku atje. Atje si u ndjeve te milioni i parë? E friksu. Çik më mirë besoj aty. Po kishte edhe frikë. Pse? Se ta shpa kisha çfarë humbisje. Si Ollinin ndryshe. Kisha më shumë frikë të futesha Ollin. Sepse ta shpa kisha çfarë humbisje. Diçka që unë kisha prekur. Dhe ke frikë. Dhe kjo është edhe arsyeja pse të pasurit gjithmonë janë më të frikësuar, gjithmonë nuk ndalojnë, sepse kanë frikë të humbasin ato që kanë. Kurse ti kur s'ka asgjë, je Ollin. That's it. Po në kështu në të përditshme ndonte direkt sa bëre 1 milionin. Kishte ndonjë ndryshim do, ve një lokal më të mirë, u veshë çik më mirë, i bëre një dhuratë, një Ferrari vetes. Ja. Ndryshoi gjë. That's it. Të njëjtat pushime kanë bërë, të njëjtat veshje, të njëjtin telefon. I the njeriu të bëre milioner? Dhe vazhdoi akoma të bëj të njëjtën gjë. Ja. Si dhe asnjëriu. Që shiko se bëra milionin e parë. Hey, hello. No. Hajde jap një kafe, një diçka. No. Çfarë? Ti është njëri fresh, e di që kishe 1 milion. E di që i kam, edhe të sit.